Në emër të gjithë komunitetit shqiptar dua t'i uroj mirëseardhjen në Michigan zotit Frans Camaj. Shpresoj që të kemi bërë një mirëseardhje të ngrohtë edhe ta presim të gjithë me shumë dashuri dhe me shumë përzemërsi. Edhe mes fjalëve dhe mes rreshtave shpresojmë që të bëjmë një punë më të mirë se sa shqiptarët në New York. Edhe ta çojmë në tjetër nivel. Faleminderit që jeni këtu sot dhe faleminderit që zgjodhët shoqatën Malësia e Madhe për të sjellë pranë nesh një rrëfim tuaj, një libër që është, do thoja, ndryshe, por do kemi mundësi edhe pak më vonë që të analizojmë dhe gjithë secili të jap fjalën e tij lidhur me këtë vepër artistike, do thoja unë. Faleminderit që krijoni dhe faleminderit që na jepni ne mundësinë për të promovuar në komunitetin shqiptar këtu në Michigan, po jo vetëm në gjithë Amerikën, në diasporën kudo që ndodhet në botë, të tregojmë që shqiptarët kanë zë, kanë vlerë, dinë çfarë të shkruajnë dhe kemi aq shumë histori dhe aq shumë dram brenda vetes që të gjithë duhet ta lexojnë dhe të gjithë duhet të shohin kush janë shqiptarët vërtet. Unë tani kam nderin të ftoj kryetarin e shoqatës adhetare Malësia e Madhe, zotin Toni Gojxhaj. Të nderuar vëllezër e motra, të dashur miq, përfaqësues të medjave, përfaqësues të shoqatjave, moderatore jonë nderuar Brikena, të gjithë të pranishëm zonja dhe zotrin. Jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar që sot para jush dalë në cilësinë e kryetarit të shoqatës adhetare Malësia e Madhe në Michigan, që të gjithë juve të ju bëj mirëseardhje në këtë tubim me rastin e promovimit të një romanit të madh, të një autorit të madh, profesorit tonë të nderuar zoti Frans Camaj. Në emrin tim personal, në emrin të shoqatës adhetare Malësia e Madhe, të gjithë anëtarëve të saj, dhe nuk do ishte tepërt nëse them edhe në emër të gjithë juve që jeni prezent, të gjithë së bashku t'i bëj mirëseardhje profesorit tonë të nderuar në komunitetin tonë, redaktorit, gazetarit, autorit të shumë librave, të shumë veprave, zotit Frans Camaj. I nderuari profesor, mirë se ke ardhur në mesin tonë. Është nder dhe kënaqësi që të kemi në mesin e komunitetit, po ashtu është nder edhe për shoqatën adhetare Malësia e Madhe që të bëjmë promovimin e një librit, një romanit tuaj, si qini edhe ju e vetë. Të nderuar të pranishëm, unë nuk do me folë për librin, për romanin, për to kanë me folë për analistit të nderuar të cilët janë caktuar për këtë, por jam i bindur se të gjithë do të kënaqemi gjatë leximit të tij, siç jemi kënaqur me të gjithë romanat dhe veprat e tij të mëparshme. Unë për Frans Camin nuk dija ka nevojë një prezantim i madh, besoj se të gjithë e njohim Frans Camaj pra një profesor i shumë gjeneratave. E jam i bindur se edhe profesor i shumë nevet që jem këtu prezent sot në këtë sallë, dhe unë kisha fatin që të isha nxënësi i Frans Camit. Në qysh atër edhe deri me sot me kanë mbetur vetëm kujtime të mira nga ky. Si profesor i përkushtuam, intelektual i veçantë, por mbi të gjitha një malësor i ndershëm. Frani mësimin nuk e kishte vetëm profesion, por e kishte edhe pasion, ku gjithherë me respekt, përkushtim dhe profesionalizëm zhvillonte orën e mësimit. Ku po thuaj se as një sekundë në ato 4 minuta sa zgjat të ora nuk e keq përdorte, por e shfrytëzonte deri në maksimum për të mirën e nxënësve dhe për të mirën tonë. Ishte rasti rrallë që Frani të mungonte nga ora e mësimit ndonjëherë. Aq kishte respekt për profesionin e tij, po në përgjithësi dhe në veçanti për nxënësit që ai ishin pra në klasën e tij. Frani ishte dashamiri të gjithë neve si nxënës. E donte shumë edhe malësinë. Ky gjithherë na shtynte që neve të mësojmë, të shkollohemi. Dhe mesazhi i tij çdo herë ndaj neve ishte: mësoni, shkollohuni, se do të jetë për të mirën tuaj. Por kur do të jetë për të mirën tuaj,
do t'jetë edhe për të mirën e malësisë, duke ditë edhe etjen dhe nevojën e madhe që kishte malësia për njerëz të shkolluar të asaj kohe. Francamaj për mua ishte dhe mbetet një ndër edukatorët, intelektualt dhe malësorët më të mirë, më të ndershëm dhe më të respektuar që ka lind dhe rrit malësia jonë. Me në fund, i nderuar profesor, pikës parit të uroj shëndet të plot, atëherë kur të kesh edhe shëndetin, edhe mos të ndalesh me shkrimet tua, që të gjithë të dim se si janë shkrimet tua, që të gjithë jemi kënaqur me to. Me sa më në disi që kem folë në telefon, se shpejti do të rrugosh edhe për malësi në pushimet verore, të urojmë ullë të mbarë, t'i kalosh pushimet verore i lumë të rëgzure, dhe në ngusht atje do të pim kafe së bashkut aty në restoranin të ku ke bu shpijet në teatro. Faleminderit e mirë se keni ardhur. Përshëndetje të gjithëve, mua më quajnë Diana Gëllçi, jam kolonjare, kam lindur diku në jug të Shqipërisë, por në fakt sapo patëm një bisedë dhe doli që unë jam pak më malësore se shumë nga ju këtu, sepse kam lindur në një qytet 1000 metra mbi nivelin e detit. Kështu që e ndjej jo vetëm kënaqësi, por edhe krenari që të përfaqësoj atë pjesë të shqiptarëve. Jam vërtet e nderuar të jem sot këtu, edhe falenderoj veçanërisht zotin Gojçaj për ftesën, shoqatën Malësia e Madhe, desha t'i uroj mirëseardhjen profesorit ton të nderuar Fran Camajt, edhe faleminderit edhe juve për prezantimin. Do të bëj një ndryshim të vogël, nuk do të flas thjesht për femrën shqiptare, sepse jo më larg se dje dëgjova një fjalë të Papa Leo të 14 që u bëri thirrje banorëve të Monakos të përdorin pasurinë, ndikimin dhe besimin e tyre për më të mirën, veçanërisht, siç tha ai, për të mbrojtur shenjtërinë e jetës. Dhe ishin pikërisht fjalët e fundit që jo vetëm më bën të mendojmë thellë, por dhe ma ndryshuan formën e këtij diskutimi. Kështu që ju kërkoj të falur paraprakisht. Sot kthjelltazi mendoj se romani Kthimi i autorit Fran Camaj, veç të tjerash, është një dëshmi historike se si është kuptuar shenjtëria e jetës midis malësorëve shqiptar. Nuk ka dyshim se ky roman shkon përtej letërsisë. Më shumë se rrëfim artistik, romani është një dokument i gjallë kulturor dhe moral. Një pasqyrë e jetës së malësorëve shqiptar në trojet e tyre në Malin e Zi. Në thelb, ky roman nuk është vetëm një histori, është një mënyrë e plot jetese. Ne shqiptarët, si një popull i vogël me fuqive të mëdha, kemi qenë shpesh të detyruar të luftojmë jo vetëm për tokën, por edhe për vetë kuptimin e identitetit tonë. Kjo përpjekje ka qenë në ndeshje të fortë me ata se si kundërshtarët tanë kanë dashur të na përshkruajnë. Për fat të keq, kjo nevojë ka hershme për të dëshmuar identitetin ton mund të jetë mbështetur edhe në mite apo egzagjerime nga individ të pakualifikuar apo nga ata të cilët kërkojnë patriotizmin si mënyrë për të arritur interesa personale dhe politike. Por profesor Fran Camaj ka zgjedhur një rrugë tjetër. Ai nuk e ngre zërin, nuk pretendon dhe nuk argumenton me forcë. Ai thjesht rrëfen. Dhe në këtë thjeshtësi të rrëfimit qëndron edhe kontributi i tij i padiskutueshëm në ndihmë të identitetit ton kombëtar, jo thjesht të malësorëve, por të gjithë ne shqiptarëve. Camaj na çon në një botë konkrete. Ai flet për Mjegotin, Muzheçkun, Trieshin, Rabaj, Dinoça, edhe unë mësova këto dhe do të vizitoj shumë shpejt vendet. Emra që nuk janë dekor, por në fakt janë një dëshmi e madhe. Ai na prezanton familje konkrete, Gjek Ivani dhe bitë e tij, Pretash, Ded, Mark, Mirash, Prek. Autori na flet për një botë të lidhur fort me tokën, me një rend që është njëkohësisht ekonomik, por thellësisht moral. Në këtë botë, jeta nuk ka nevojë për interpretime. Ajo thjesht jetohet. Në furat e vogla të qymyrit, që përgatisin vendasit, në gratë që tjerin leshin,
në lautun që nuk është vetëm instrument, por kujtesë popullore. Edhe gjua është pjesë e kësaj bote. Ma mirë i vajzë të mirë se i djalë të keq. Mendo mirë se e mira ka me të gjetë, thot autorin libër. Këto nuk janë thjesht fjali, por janë një filozofi e tërë jetese e malsorëve tanë. Dhe në themel të kësaj filozofie qëndron një sistem vlerash i qartë, nderi, burëria, bujaria, mikpritja, besa dhe besnikëria. Janë pikërisht këto detaje nga romani që më kthyen tek ideja e shenjtërisë të jetës tek malsorët shqiptar. Për ta kuptuar plotësisht këtë botë, ngjarjet e romanit duhet të vendosen në kontekstin e tyre. Më lejoni të bëj një parantezë. Pas luftës së parë botërore, Ballkani u riorganizua thellësisht. Perandorit u shpërbën dhe u krijuan shtete të reja. Dhe në këtë proces Kosova u lan në Serbi. Shqiptarët e saj u përballën me shtypje, me shpërngulje të detyruar dhe me një projekt të qartë kolonizimi shtetëror, që synonte ndryshimin e strukturave demografike. Thjesht nuk donin shqiptar në atë zonë. Këtu është e rëndësishme të bëjmë një dallim të qartë. Migrimi është nevojë njerëzore për mbijetesë. Ne të tërë këtu kemi migruar. Ndërsa kolonizimi është një projekt politik, ndryshe shtetëror. Dhe pikërisht në këtë realitet vendoset historia shumë interesante e këtij romani. Familja e Mark dhe Trina Gjekës niset drejt Kosovës, si shumë të tjerë dhe ata kërkojnë një jetë më të mirë. Vendimi i tyre është njerëzor, i kuptueshëm dhe i natyrshëm. Por kur mbrin atje përballen me një të vërtetë që nuk mund të shmanget. Shtëpia nuk ishte bosh, ajo ishte lënë bosh. Toka nuk ishte e lirë, ajo ishte grabitur. Dhe këtu ndodh momenti kyç i romanit. Ata mund të qëndronin, askush nuk do t'i ndalonte, por ata zgjodhën të kthehen. Dhe jo sepse ishin të dobët, por sepse ishin pikërisht të fortë. Për shqiptarin, jeta me nder është baza për të përballuar çdo lloj sakrifice. Ata refuzuan të bëhen përfitues të një padrejtësie dhe pse nuk e kishin krijuar vetë atë padrejtësi. Dhe pikërisht këtu qëndron e vërteta e madhe e këtij romani. Kthimi i tyre nuk është humbje. Kthimi i tyre është fitore e madhe morale. Kthimi i tyre është rezultati i perceptimit më të lartë mbi jetën, jo vetëm si jetë që na e ka falur Perëndia, por si jetë me dinjitet, me nder dhe me drejtësi. Ku tjetër e gjen këtë? Përveç se tek shqiptarët, përveç se tek malsorët, nuk e di. Kjo është vërtet një gjë shumë e madhe. Për mua kjo do të thotë jo vetëm të shohësh jetën si diçka të shenjtë, por edhe ta jetosh atë shenjtërisht. Kthimi i tyre i mundimshëm mbetet dëshmi se vlerat, burëria, besa dhe nderi nuk janë veç fjalë të bukura për t'u thënë, por ato janë edhe vendime të vështira për t'u marrë. Vlera e spikatur e këtij romani qëndron në faktin se aty identiteti ynë dhe shenjtëria e jetës nuk shpallen. Ato provohen dhe marrin jetë nga vetë vendimet dhe historia e kësaj familjeje të ndershme, nga veprimet e tyre. Dhe në romani na lë me një pyetje që në fakt e tekalon edhe vendin, edhe kohën, por edhe ne si komp. Çfarë zgjedhim ne kur kemi mundësinë të përfitojmë nga padrejtësia? Sepse në fund, edhe në kushtet më të vështira, njeriu mbetet i lirë në një pikë, në zgjedhjet e tij morale. Midis asaj që mund të marrë dhe asaj që duhet të refuzoj. Dhe ndonjëherë pikërisht në këtë refuzim qëndrojnë vlerat e një jete të jetuar me shumë dinjitet. Duke reflektuar mbi mesazhin e Papa Leos të 14, një gjë bëhet e qartë. Malsorët shqiptar e kanë pasur shenjtërinë e jetës koncept themelor të mënyrës së tyre të jetesës. Vetëm diçka kaq e shenjtë do të meritonte çdo sakrificë dhe nderim të plot. Dhe pikërisht këtë dëshmon romani Kthimi i autorit ton Franz Samaj. Dhe e dëshmon jo me fjalë të mëdha, por me të vërteta të pakontestueshme. Në fund të kësaj fjale, do të thosha me plot gojën se malsorët shqiptar vërtet mund të mos krahasohen dot me të pasurit e Monakos. Por pasuria e tyre shpirtërore nuk ka nevojë për kujtesa, pasi ata gjithmonë kanë jetuar shumë lart dhe shumë pranë zotave. Shumë faleminderit zotit Samaj.
Faleminderit gjithëve. Të nderuar zonja dhe zotrinj, studios të letërsisë dhe të historisë shqiptare, krijues veprimtar të çështjes kombëtare dhe dashamir të fjalës së bukur shqipe. I nderuar autori i romanit profesor Frans Samaj, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar kryetar, i nderuar drejtuese e promovimit, gjithë të pranishëm, është një kënaqësi dhe një nder i veçantë të ndaj me ju disa mendime rreth romanit Kthimi, një vepër që përtej vlerës se saj artistike bart në vetvete një peshë të dukshme historike, shoqërore dhe shpirtërore. Për urimin një vepre letrare përmend gjithmonë një ngjarje të rëndësishme në jetën e kulturore të një komuniteti. Megjithatë, kur një vepër e tillë trajton fatin historik të një populli dhe lidhjet e tij shpirtërore përtej kufive politike gjeografik, ajo fiton një dimension edhe më të thellë kuptimor. Këtë kuptim, romani Kthimi, profesor Frans Samaj, paraqitet si një ndër krijimet më përfaqësuese të letërsisë sonë bashkëkohore, sepse ai nuk është vetëm një rrëfim artistik mbi jetën dhe fatet e disa personazheve, por një vështrim i gjerë mbi historinë, mbi kujtesën kolektive dhe mbi lidhjet e pathyeshme ndërmjet shqiptarëve të Malësisë, shqiptarëve të Kosovës dhe mërgatës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë vepër autori ndërton me mjeshtri një hapësirë rrëfimore ku ndërthuret historia dhe përvoja njerëzore, duke sjellë përpara lexuesit dramën e një populli që për më shumë se një shekull është përballur me ndarje politike, shpërngulje të detyruara dhe përndjekje të vazhdueshme. Megjithatë, përtej këtyre rrethanave të rënda historike, shqiptarët kanë arritur të ruajnë atë që përmend themelin e qenjes së tyre kombëtare, gjuhën, kujtesën dhe dijen për përkatësinë e përbashkët kombëtare. Në këtë mënyrë, romani shndrohet në një dëshmi artistike të fatit historik të shqiptarëve, por edhe në një pasqyrë të ndikimit të thellë të rrethanave historike dhe politike kanë ushtruar mbi jetën dhe ndërgjegjen e tyre. Rrëfimi i veprës hapet me figurën e Elekës, një burr i moshuar i ndershëm dhe i mençur, që kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij në vendlindje dhe në Kosovë, së bashku me disa malësorë të tjerë. Ka Kosova ishte kthyer menjëherë pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Përmes këtij personazhi autori vendos lexuesin përballë një periudhe të trazuar historike, veçanërisht pas vitit 1919, kur në Trojë shqiptare që mbetet jashtë kufive, të shteti shqiptar u krijua një gjendje rënd politike dhe shoqërore për shqiptarët, sidomos në Kosovë. Në atë periudhë, pushteti i mbretërisë slave ndërmori një politikë të organizuar për ndryshimin e përbërjes së popullatës në Trojën shqiptare, në përgjithësi dhe në Kosovë në veçanti. Përmes ligjeve dhe masave të ndryshme administrative ushtarake, shumë familje shqiptare u detyruan të braktisin tokat e tyre stërgjyshore dhe të marrin rrugën e emergjimit drejt Anadollit apo drejt viseve të tjera të botës. Në vend të tyre u vendosin kolonë serbe dhe malazes, të cilët u jepeshin shtëpi dhe toka shqiptare për t'i punuar dhe për t'i gëzuar. Ky proces nuk ishte thjesht një zhvendosje popullsisë, por një përpjekje e qëllimshme për të dobësuar praninë shqiptare në Kosovë dhe për të ndryshuar përbërjen e popullsisë në ato troje. Për shqiptarët kjo përbente një nga plagët më të rënda të historisë tyre, sepse bashkë me tokën rrezikoi edhe vazhdimësia e jetës, e traditës dhe identitetit të tyre kombëtar. Këtë proces të padrejt historik ku përfshin edhe disa familje shqiptare nga Malësia, të cilat shpeshherë pa e kuptuar plotësisht natyrën e këtij projekti politik, u bën pjesë e një lëvizje që synonte përçarjen e shqiptarëve.
Përmes ndërmjetësve dhe aparati shtetëror, disa familje u mashtruan me premtime për tokë dhe për një jetë me të mirë në Kosovë. Një nga episodet me domethënëse të romanit është historia e Mark Gjek Ivanit, një malësor nga një familje një ortrieshiane. I mbidur nga premtimet për tokë dhe për një jetë me të mirë, a i vendos të shpërngullet në fshatin Muzhevin pranë Istogut. Megjithatë, vendimi i tij nuk merret pa hezitime dhe pa dilemat mbrëmshme. Një natë para nisjes, ai sheh një ëndër ku i paraqitet babai duke i paralajmëruar të mos largohet nga vendlindja. Edhe një mik i tij përpiqet ta bindë të mos ndërmarrë këtë udhtim, por i shtyrë nga dëshira për t'i siguruar familjes një jetë më të mirë, si dhe nga besimi ndaj një bashkëvendasi dhe miku të tjetër malazes, Marku vendos të marrë udhën drejt Kosovës. Pas një udhëtimi të gjallë të lodhshëm, ai arrin në Muzhevin dhe vendoset në një shtëpi që jepet nga pushteti, së bashku me një sipërfaqe toke për ta punuar. Që në ditën e parë, zyrtarët serbo-malazes u kërkojnë kolonëve të braktisin veshjen e tyre kombëtare shqiptare dhe të përdorin rrobat që u kishin siguruar vetë, dërsa në krye të mbanin shishakun malazes në vend të plisit shqiptar dhe faculetës e kuqe. Shumë shpejt Marku përballet me një realitet të hillur. Banorët vendas e shohin me dyshim dhe me mosbesim duke menduar se ai ishte malazes. Situata merr një kthes vendimtare kur disa banor të fshatit i tregojnë se toka ku ai është vendosur i përkiste një familje shqiptare që ishte nebuar nga pushteti. Në atë çast, Marku e kupton se pa dashjen e tij ishte bërë pjesë e një padrejtësie ndaj bashkomasve të vet. Ky është një moment, dhe është momenti më i fuqishëm moral i romanit. I tronditur nga e vërteta, ai vendos të largohet dhe të kthehet në malësi, duke refuzuar të jetojë mbi tokën e një shqiptari tjetër. Banorët vendas, të prekur nga dëshmëria dhe qëndrimi burror i tij, përpiqen ta bindin të qëndrojë, duke i thënë se në vend të tij pushteti do të sjellë një familje tjetër serbe. Megjithatë, Marku mbetet i palëkundur në vendimet e tij, i zhgënjur nga mashtrimi dhe nga e vërteta që kishte zbuluar, ai vendos të largohet dhe të kthehet në vendlindje. Ky veprim përbën një nga shprehjet më të qarta të etikës tradicionale shqiptare, ku nderi dhe drejtësia qëndrojnë mbi çdo përfitim material. Në e vijim, romani ndërton një lidhje të natyrshme ndërmjet 3 hapësirave shqiptare: Malësisë, Kosovës dhe mërgatës shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një figurë tjetër qendrore veprës është Petriti, një intelektual dhe atletar që kishte studiuar në Kosovë dhe më pas kishte kaluar një pjesë të jetës në Bergim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai përfaqëson brezën e shqiptarëve që jetonin ndërmjet disa botëve, por që ruajnë të pandryshuar dashurinë për gjuhën dhe për atë lejon. Fjalët e fundit e Petritit përbëjnë kulmin ideor dhe emocional të romanit. Në këtë moment, përmbyllës, autorin ndërton një reflektim të thellë mbi kuptimin e jetës, sakrificës dhe përgjegjësisë ndaj lejot. Amaneti i tij për ruajtjen e gjuhës, lirisë dhe të idealit kombëtar shndrohet në një mesazh të fuqishëm drejtuar brezëve të arshëm. Romani na kujton gjithashtu vuajtjet dhe përndjekjet që kanë përjetuar shqiptarët ndër vite, e sidomos ata të Malësisë që studionin në Kosovë dhe kur ktheheshin në vendlindje shpesh përballeshin me ndjekje dhe trysni derisa detyroheshin të merrnin rrugën e emergjimit. Megjithatë, as përndjekja dhe as largësia nuk arritën ta thyejnë lidhjen e tyre me rrenjën, sepse
ajo që i ka bajtur Shqiptarët e Bashkuar në çdo kohë dhe në çdo vend, janë gjaku, gjuha dhe vedia kombëtare. Dhe në përmbyllje mund të them se romani Kthimi i profesor Franz Samaj paraqitet si një vepër e rëndësishme e letërsisë sonë bashkëkohore, sepse ai trajton me thellësi artistike dhe historike lidhjet e pathyeshme ndërmjet shqiptarëve, Malësisë së Madhe, Kosovës dhe mërgatës shqiptare në Amerikë, sille të shqiptarëve të Shqipërisë etnike. Nderuar profesor Franz Samaj, me romanin tuaj Kthimi, ju keni ndriçuar jo vetëm faqet e historisë sonë, por edhe shpirtin e pathyeshëm të shqiptarëve. Përmes mjeshtrisë suaj letrare, keni ruajtur kujtesën e vuajtjeve dhe sakrificave të brezave dhe keni forcuar lidhjen shpirtërore që bashkon Malësinë, Kosovën dhe mërgatën shqiptare. Për këtë, ju shpreh minjohen dhe respektin ton të thellë. Audiencë nderuar, ju falenderoj shumë për vëmendjen. E kam lexuar librin dhe më lejoni të them që ka qenë një nga ato veprat artistike që të nguliten në mendje, në zemër, të bëjnë të reflektosh, të bëjnë të mendosh 2 herë, të bëjnë të mendosh a duhet të kthehem apo jo edhe këtu ku jemi sot. Por një detaj që unë e vura re dhe më ka bërë shumë përshtypje ka qenë mjeshtëria se si profesor Franz Samaj ka ditur të ndërlidh gjuhën letrare shqiptare, ato gjuhën standarde, me dialektin geg. Ishte një ndërthurje aq e këndshme dhe e bukur, dhe për ne si jugor ndonjëherë hera herës është e vështirë për të kuptuar edhe dialektizmat të krahinave të tjera, por ishte aq bukur e shkruar, aq bukur e ardhur në atë libër, sa nuk pata probleme në kuptimin edhe në mjeshtërinë e penës tuaj. Unë dua të ftoj tani profesor zotin Zef Përgega, ndjes. Autorin, gazetarin e mirënjohur dhe unë do thoja që është një nga ata njerëzit që penën e ka të artë për kritikën e tij, për mënyrën si shkruan, për mënyrën se si i bën kritikat e tij. Zoti Përgega, mirëseardhët. Sot është një ditë e shenjtë fetare, por mendoj që është edhe një ditë e shenjtë letrare për promovimin e librit të romanit të Franz Samajt, të vlerëtit Franz Samaj, i cili ka leje dhe arrit për i vlerës tuaj. Ne jemi porosit me fol shkurt, po ka herë kur flet shkurt ndoshta nuk i thu gjitha. Përballë madhështisë heroizmit malsorve, një personalitet i botës europiane ka shkruar dhe i ka krahasuar ata me skoccezet e mjesjetës së hershme. Apo këto të fundit do thoja se janë prej ashtit të tyre. Malsoria shtet, që fal, por nuk shet. Drita e vegimeve të largëta na vjen sot si shëmbëllim i një bote plotëdhimi e dramatike të personazheve të romanit Kthimi të shkrimtarit Franz Samaj, që në ditën e ngadhnimit të botës së tyre përmes një lufte, sakrifice, flijimi për jetën, për të bukurën, për të drejtën e mbi të gjitha për traditën, ua këndojnë hymnin e lavdisë. Janë pikrisht artistët e shkolluar dhe ata të pashkolluar në gurin e besës që flet në tel të këngës lahutës e në shkrimin shqip për ta marrë në mbrojtje këtë botë, ashtu siç vepruan zanat e Malësisë, që mjekuan plagët e heronjve prej të cilave ka buruar landa e zjarrit e qendresës për të lind dielli i mëngjeseve të kthjellëve të frymëzimit për shkrimtarët dhe poetët si gjysmë perëndie. I biri i Zotit na mëson se me shue në vetvete valin e mënis, duhet me elan me gulfue lirisht krojet kristalit të botësisë. Pa këtë mësim nuk mund të zhvillohet letërsia dhe kultura e një kombi, pa mbështetjen e poetëve dhe shkrimtarëve, të cilët janë gurra e kujtesës së një kombi. Pikërisht në këtë kanë vështrim sa i shenjtë e sa advetar spikat vepra Franz Samaj, i cili nxjerr të formëzuar
botën e herojve të vetë nga guret e ranë të muskut që ka kapluar historinë e popullit tonë. Si stilistika roman Cjerit Francama i ngjan një lumi, që fillon me shkulmat e burimit, rrjedhën e tij si një ujvar që ndalet në një korije të historisë të traditës tonë, në një larë dielli, në një ves mëngjesi, sa vjen e krijon një liçen me katarakte në bardhësinë e borës, dhe po ta krahasosh atë me rrjedhën e Cemit, është një dalë të mprehtë që skalit gjinjtë e figuracionit artistik përmes fortësisë si jetës tonë të vështirë siguri dhe bën të veten shtratin e saj. Romani i tij Kthimi tregon në mënyrë bindëse se autori nuk i mbulon me magji realitetet e botës shpirtërore dhe materiale të personazheve që na ka sjell, por të folur me ta për të kuptuar ndeshjen e tyre me fenomenet e jetës që fillojnë me zjarrin e Votrës, për ta mbrojtur nga një metodë e veçantë letrare që e ka për zemër në të gjitha romanet e tij. Por e gjen mrekullinë e vet tek realiteti i prekshëm që firmon sepse magjikja për të është pjesë e pandashme njerëzore gjithmonë në zhvillim, gjithmonë në lëvizje të paprita, qofshin ato të këndshme, qofshin ato të hidhura. Me stilin e tij të veçantë, me të cilin nxjerr nga deti i thellë i mendimit të gjitha figurat letrare, duke lartuar madhështinë e kësaj bote të pamshirshme dhe të pandalshme për të na dhënë një leksion pozitiv të jetës. Me romanet e tij Cama i krijon emërtesën e veçantë malësisë, duke ngritur asaj një obelisk letrar që gjithkush duhet të ndalet, jo me vunë lule ceremoniale me ritualin e hipokrizisë, por me marr atë që mungon, dijen, stilistikën, vlerat, në të cilat janë të gjitha ngjyrimet e shkrimit shqip, sidomos për rinin, nëse duam të jemi krenar, si jemi malësor e jemi shqiptar. Qëllimi i stilistikës tek romani i Camaj nuk është thjesht të përshkruajë tiparet formale të tekstit për hir të tyre, po për t'i nuseruar ato, për t'i bërë më të këndshëm në përshkrim, por për t'i treguar dhe rëndësinë e tyre funksionale në interpretimin e tekstit, për të zhvilluar botën e padukshme të personazheve me anë të efekteve letrare, përsa këto janë të ndjeshme dhe emocionale. Duhet t'i them me zemër faleminderit për këtë aktivitet, sepse nuk është rast i parë, po sot me Franin kemi edhe një nder të veçantë, si mësimllan, si profesor, si intelektual, si malësor, si njeri që botën shqiptare ka dasht qysh në vini, edhe në atë ecuni e ka dëshmue, por unë kisha dasht, e po mundohem mos me përsërit fjalë, unë kam shkruar një vështrim të romanit këtu, por po e kaloj vetin, po e largoj Franin, e po e largoj do tjerë. A mund tjetë maj madhë për botën shqiptare se atë Gjergj Fishta? A mund tjetë një filozof maj madhë se aj, një vizionar maj madhë se aj, një patriot maj madhë se aj, një epizodist apo epopet lahus malësis maj madhë se aj, a i pas ka pa njoft fort mirë malësor, se nuk kanë gënye, nuk e kanë thue besën, e kanë dasht dhe nërue trollin, votrën, shpin, livallet, ograja, bjesht, gurrat, atë pak me thënë drejtën atë bukë që e kanë pjek në votër, e kanë da me 20 antartë familjes, besa dhe denjë 30, prej familjes 7 antarësh, e deri gatin 30 që ju kanë thënë o gjiqe. Dhe ajo që kam ka prek në vështrimin e romanit, Zotni Fran, plom dora për romanin, po unë kam aludue qka është kolonizimi, dhe qka është me të asimilua dhe me zhduk e me qkatrua dhe me të shqit prej tokës sate, prej shpis sate, me të bue prej venin syt dhe me të vra me atë gjylien atë femnen atje kur e shkatrojnë me fëmije me krejt o namë. Dhe kush nuk e njeh Kosovën, dhe nuk e lexon gjakun e derdhën tyne,
të dëshmorëve, herojnëve, kohës funit, ma parë, në gjithë plejada, është muri, kalaja, forca më e madhe e unitetit kombëtar shqiptar, Shqipni dhe për Shqipni dhe uniteti i bashkimit kombëtar. Dhe unë ju kërkoj falje në qoftë se vërtet po ju zgjaskohen. O malësorët e mi o shqiptar, e dim se jem dvorfën, natyrisht për disa gjana, se kem shumë vendlindjen tonë shumë të dashtur. Ke marrë dikun ku e kem bukën ma të setësuame, ma të afërme me fituaj, por nuk ka kun që mund zavendësohet vendlindja, shpia, e dielli, e qielli, e ujë që e ke pi prej nanet e babet e nga ke marrë. Shikjoni, na asimiluan në kuptimin asaj se na i lanë letrat, shkoni e për atje theshin qafën pra neve ne kanë drejtuat fjalë dhe erdhme, po kujtoni e qamërin që ka u kanë bë grekt, kujtoni e kolonizimin se që ka u kanë bë gjandart, polica sërb e malazes në Kosovë. Kujtoni e Sanxhaku në vitit 1941, tanë Kelmenas, Kuqin, tanë Kelmenas, tanë u asimiluan. Le e kom fjallën këtu, pa duhet me eneruat fishtën që e përmena, pa duhet me eneruat Gjes Kastriot që e përmena, që i bashkon tanë shqiptar, le Frani ja këthu e një teme jashtë zakonisht interesante. Unë po e provoj mos me lexuar gjë vetëm po them. Në një kasol e muluame me kasht theknet dhe ata gur, ka shtëpia që janë murua edhe me rasa gurit. Dhe këta malësori jeto në ato kushte shumë shtira me vërfni ku nuk i dihet buka për nesër, nuk i dihet e ardhmja që ka poezia nesër. Dhe ky malësor, sepse zotni Antonje, zonja e nderuame, zotni Zefi, i thanë ato fjalë. Po unë po i përflas. Marku, i Mark Gjek Ivanit, ullet të një gotin prej trieshit, gjoja se do tjetë ma mirë, i rafsh, i suk zgruc, por pjesë e trieshit. Dhe aj, një shok i ti, një venas i ti, e bind me dalë në Kosovë. Edhe i Malazias që e kishin pas mikë. Por është kjo e male për malësorin. A i zdon me pas gjane e huaj. Zdon me pas shtëpinë e huaj. Nuk don me hangër bukën e dikuj tjetër. Sepse nuk ja sheh hajrin. Kjo është themeli i gjithë karakterit dhe moralit Fran që ke elaborue as bërthue në roman për mes Mark Gjek Ivani. Trahtohet e del ato bjeshk, Korita, Koshtica, Rikabeci, Komi, futet në gusia atje, flen një natë, me rrugën andej për deqon. Por është interesant. Atë karrocën që e ka Marku për para, e ky me i mushket garkuame, e me atë lop, e atë tringën e nershme prej Korraqit, nipen e Tom Nix, burrit hotit, që ka metën histori i pavdekshëm, ato porosi thonë mos u nis. Edhe ajo andra që e ke shfrytzuar Fran jashtë zakonisht e shkëlqyeshme, çka i thot baba anër djalit. Hej, rrinë shtëpi tane se kur ku ma i lumtun nuk je, as kun në as një vend. Dhe në Deçan, në afërsi, e shikjona i Kosovari me atë karrocë, këtë familje të raskapitun të mjeruame prej ultimit. Në alë, i merë Markun me shoqen Tringën, që ishte shumë e zgjuar, e panda me bëburë, që ka kënë karakteristike malësorit dhe malësores. Fletë zotnia i shpis, tanë kanë dëgjuar. Zoja e shpis, urat në dorë, dashnin, për tanë familje e ka nderuar. Dhe ajo i ka i ban krenar malësor, dhe mos dështohemi, e mos në marë trektia për para, se unë e di se paret i nevojite në gjithkuj,
por nuk mundet me ta ushqye shpirtin, s'ta ushqen zemrën, nuk ban të lumtun, vetëm familja të ban të lumtun e kur kush tjetër në këtë botë. Edhe ky Marku, i hipat aty në atë karroc, lidhin mushken me atë jullar, edhe u thot, sonte, s'kini me shkua për atë ven atjet katunit deçanit, ajo muzhina, por kini me fjetë të shpi time. Dhe unë pe shkurtoj kështu, kur i ka koha Markut, që i ka pa, së shpi e ti, rejnë, shteti i ka marrë me forcë, me dëbime shqiptarëve krejt, s'ka zot që i këthen në shpirtin e ti, por vetëm rapa. E në këthimin e ti, të njëtit mundime, e gjenë rastin dhe shkon, e falenderon këtë burë Kosovet, nuk e zjanë në shpi, por familjes atje që i takon, ja u lenë porosin e dashtu. Dhe unë thëmë, malësorën për mes këti romanit këthimi, kush ka nërtua shpia dhe nërton atje i lumë dora, i egzof zemra, sepse me shekuj e shekuj i kem pa murishtat, vorët, tjera punime, aty janë ra, por mundet e dihet se cili vend, fis, shqiptar, sa është tok e tyne të parvet. Dhe mos t'i shesim si kom pa vetë disa në rrethina Tuzit, token e bab syt, gjyshi syt, pas ke nevoj nuk je boçli në Amerikë, hep burrat e dheut, por ruan një ashtu si është me madhja. Dhe porosia e këti romanit, këthimi, jep shumë, me dialogje, me të folun, me naturalitetin e të folun me smalësis madhe, edhe të Kosovës, por Fran, miri e këthy edhe pe përfundoj këtu. E kom lezu atje se kur ertë në theta pluralizmi, ta në ba me kapitane, prinse, kryetarë, partive të njën në tjetërën. S'mujt me durua njën një tjetërën me pas një parti lidhe demokratike. Mire ke vure e Fran. Po krejo mesashë që ata ne e knej. Edhe shka u ba? Shikjoni e ku e kem gjenje na, sot si na përfaqësohet, se duhet mu integrua, s'mun e shjashtë asaj medal. Por gjdo malsor, gjdo shqiptar, që je në mënyrë konsekuente e përfaqëson venin e vetë, popullin e vetë, e zhvillimin e vetë, e kulturën e vetë, i qoftë njëra. Fran, suksese, kalosh mirë, unë me romanin e provava, mos me i lexua, mos me ba përsëritje, urime gjithve, faleminderit për ndëgjimin, edhe respekt gjithsa jemi. Dhe tani erdi momenti asaj që është shisë mbi tort, erdi momenti që ne tëftojmë autorin e librit, për duhet të theksoj që kur në fillim unë prezentova me këtë event, me faktin që unë do isha moderatore e këtij eventi sot, u interesova kush ishte Frans Amaj, çfarë ishte ai për komunitetin tonë, çfarë ishte ai për shqiptarët, për malsorët. Dhe të them të drejtën, një pjesë e madhe e miqve të mi këtu malsor, thanë të njëjtën gjë. Ishin të gjithë në emërues të përbashkët, që ai është ndryshe, dhe ai është i veçantë, dhe ai ka lënë kaq emër të mirë në malsi. Kjo ishte emëruesi i përbashkët i të gjithëve. Besoj që por ajo që më bëri më shumë përshtypje, të them të drejtën, ka qenë përveç se autoritet librave, më ka bërë përshtypje që ai është autori i Abetares së parë shqipe në Malin e Zi. Edhe për këtë dua të duart trokasun e parafort. Është ka shumë e rëndësishme, edhe ne jemi në diasporë dhe e dim se sa e vështirë është të ruash gjuhën, aq më tepër jashtë kufirit, aq më tepër edhe këtu ku jemi. Sa punë të madhe po bëjnë edhe shoqatat tona këtu në Michigan për të ruajtur gjuhën brenda llojit tonë, brenda komunitetit tonë, brenda shqiptarëve tanë. Ashtu jam e bindur që ka qenë po aq e vështirë edhe për te kufirit për të ruajtur fort gjuhën, për të ruajtur fort traditat, për të ruajtur fort ato që na i kanë lënë të parët dhe ne kanë trashëguar brez pras brezi. Fjala vetëm për ju. Edhe një herë përshëndetje të gjithëve. Një falënderim dhe veçantë për shoqatën Atletare Malësia Madhe, që ka organizuar këtë përurim të librit tim, jo vetëm këtë, por edhe 2 romaneve tjera të më parshme,
Edhe një herë kanë qenë mysafir me rastin e përvjetorit të vdekjes patriotit madh shqiptar Gjergj Gjokaj. Do të thotë unë jam mysafir i shpejt i kësaj shoqate, faleminderit shumë. Faleminderit folësve të cilët më kanë shnirë dyqim, ma thua, jam unaj që po flasin për mua, po për dikën tjetër, se atë fjalë të bukura, nuk e di, a i meritoj ose jo. Më kanë bërë matë shumë se që jam. Por kështu është kur përurohen romanet, kërë në vërtet nuk është nuk është simpozium mas, por është paraqitje romanet, e kuptoj unë, pra të pse folësit janë të rezervuar pak edhe flasin ma shumë në këtë mënyrë si që folëm këta. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit edhe drejtueses, moderatores këtij takimi. Unë sot për herë parë, po e shofër kam dëgjuar edhe përpara se ka një shprehje të bukur edhe këtë vërtetova u binda dhe sot. Sukses edhe në të ardhmen të vajzë e re, ka para vetës si që duket një karrierë të shkëlqyer. Unë nuk do të flasë për romanin tim, sepse duhet e alën e ju të lexoni edhe të nëzirë një përfundimet për e saj. Vetëm një sqarim. Në vitin 1980 një plak i urt, me të cilin jam takua disa herë, më bisedoj. Edhe ai kishte qenë në Kosovë kështu. Edhe më bisedoj me emën e me mbi emër kush është, se si kanë shkuar në Kosovë, edhe kur ka shkuar ai për Mark Gjekën konkretisht, kur ka shkuar, si që Ljulja që e sfegohu, e përshkroj këtë ngjarje, si që ka shkuar në Kosovë, 3-4 ditë, kur kush nuk e ka përshëndet, a i thot u thoshte, natja e mirë, malësor që kështu, ata nuk ja ktheshin, edhe dise u abit, pse nuk po flasin në mua këta njerëz. I ban lutje një fshatari tjetër të luten, a ban më në një minutë, thot, të flasin, diçka, çka kam unë me folë me ty, thot këtë. Po kam unë, po të pyesë, po flit një, po flas me ju, po përshëndes, ju s'po më ktheni. Gruaja me shkon ujë me marrë atje, kur kush nuk, ajo i përshëndet, kur kush që kthen fjalën për shpinën. Me më kallëzuar çka u kam ba. Po i thot kë, a din tokë të kuj kekre, edhe në shtëpi të kuj. Thot, jo më se di ma ka dhanë shteti e këtë shtëpi, edhe këtë tokë. Jo, thot, ajo tokë, thot, ajo shtëpi janë të arshim. E u Argentim e kam ose komit, ose një shtet tjetër. Nuk do na me i tregu, ose ku është nga Frika pak. E ky Marku e lutem i thot, a ban me mi bashkua 2-3. Fshatar, e kam punë me bisedu me ta. Jo më rësotu, qka du me ba me bisedu me ty? Jo, po, i lutaj, mi gjej 3-4 burrat, daluëm në shat, dhe hajtë kom e provua, thot. Edhe veprona shumë, pas 3 ditë vinë mramje i cakton ata ditën edhe i tregojnë se dur me ardhë. Edhe hynë në bisedë, tash mos të përshkruaj krejt, por hynë në bisedë edhe njeni prej tyne, ky thot në të vërtet me më tregua e kuja është kjo tokë edhe kjo shtëpi ku jam unë. Thot, është i kallëzojnë, nuk është të për filat fisekut. E me më falë, u kërkon falje, se unë këtu nuk rrima. Jo,
prit një herë, me më dhana afat sot një muaj, një javë ditë, dhe sa të rregulloj zonat se nuk rri. Por njani prej tyre thot, po qenë ka duket burri mirë. Mos shko plut, në thot. Mos shko, se ti po shkon, po na vjen një sërgose me ljazes. Edhe kështu, ma tregoj këtë gjarë, fjalë për fjalë, po psikolog të thonë për me mësua diçka duhet edhe me harrua. Në vitet 80-ta, me 80-ën kjo ka qenë konkretisht vitin 1980 që ma tregoj unë, atëherë nuk kisha në gjani me shkru këtë në gjarje. Frigosha, më thënë drejtën, nuk... Ndoshta me shkru më duhej me arë kandiku nëse me ikë. Por e ljaqa ashtu, pas viteve 90, e kisha harrua emnin e këtij personit, jam munua me i ra në fije se kush është, to pyet njënin tjetrin, dikush më thotë është prej koje, dikush prej Trieshit, dikur rastësisht se si, Tom Gjoka janë është këtu, më duket, kishte bisedua, kishte ra në kuvent me këtë baxhanakun tim, thot kështu më ka thonë Toma, edhe e thira Tomën, edhe mas qaroj Toma, thot kështu edhe mu përputhën krejt ato felkom pyet atër edhe disa atyre, e zgjata këtë bisedë, por ju do të lexoni kush dëshiron, veç kam pas dëshirë këtë ngjarje qysh atëherë me ngjarja është e vërtet. Kjo pjesë, po mendoj që ka dhe imagjinata, ka emnin se kom përmend ati rrëfyesit, gjithë se nuk është gjallë. Ti ishte gjallë e kisha pyet, a mund të shkruaj emnin se këtu emnat vërtet janë Mark Gjeka me familje, ti është emri vërtet Tomnika, janë edhe disa tjerë, kur tjerë janë edhe imagjinar, ka gjithë fare. Ju falenderoj gjithë për vëmendje, edhe njëherë të gjithë folësit se për duhet të lexohet romani, të punohet, të humbin disa ditë, por dashamirët të librit janë gjithë këta, edhe ju që keni ardhur këtu, faleminderit shumë edhe njëherë. Sukses edhe shoqatës, Malësia e Madhe, takohemi në raste tjera të gëzuara. Mirë pasë. Dëshiroj mirëseardhje shokut tim të shkollës, Franit, me cilin kem kalua jetë lumtun në Kosovë, në Prizren. Ma vonë kë studioj letërsinë, unë mora dek tjetër pedagogji me psikologji, mirë po, kem shumë kujtime. Dikush mendon se si u shkolluan këta. Kjo përmbajtje na ka vazhdua edhe ne gjeneratës sonë. Na të gjithë që u shkolluam në Kosovë, ditën e park ose në mramje të vonë kur mrime në Kosovë, kuj doshim t'ja mësojmë. Kem shkua, kem fjet në për ato shtëpia, në për ato hane, diri sa jem stacionua. Kisha me pas kujtime, në atë kohë kur në është dasht ma shumë me pas një përkushtim, as bukën e thatë nuk e kem pas mjaftueshme na. Pe flas hapta se të komparavetit Shtjefnin, i cili është kenë në Gjakov, kanë pas internatin, mirë po në tjerë që jem shkolluan për banesa private, për ka vite me rrallë nuk kem pas nxemje në banesa tona. A menoni si u shkollu me na? Mos t'ju flas shumë kujtime tjera se 24 orë treni ka vazhdu prej Podgoricet në Sarajevo. 24 orë Beograd, Kosovë. Këto ishin edhe pa hongër, edhe pa fjet.
edhe të raskapitun në çdo mënyrë. Një rast do me ja u biseduaj. Në gjyqëtor kur të boshim këtë nxënësit me mësy Kosovën. Hyme në tren me vazhdua këtë relacion që e përmena. Kur kem arrit te ajo kisha në Malzi, që ka është ati ajo në të shkom, në Ostrog. 3 vagonet e para kanë dalë nga binart. Për fat tonin, se gjithë ishim na nga Malësia, Ulqini, Kraja, mos t'i marrë me emën, gjithë ishim në ato vagonat e para. Për fat tonin nuk hupen nga ana e majt, por hupen nga ana e djath, ku hasmen shkama të malit, se si kur të kishim mësy ka ana e majt, do të thot deri në atë pjesën e zetës, ku me di ku kishim met këto. Kështu që jeta jo në Franit ka lidhe me romanin të cilin i ka shkruar. I dëshroj sukses, i dëshroj shnet, rënof Fran me gjithë tjerë. Pasa pa thani plak i urt për referatin, për diskutimin, referati duhet me kenë si fosoni një femnët. Po ki i gjatë më lënë subjektin, po ki i shkurt, ka interes. Unë për përdoj këtë dytër. Profesorët të shnet dhe jetë gjatë. Menja jote, pena jote, boja jote, që shkruan kur mas ushtërot. A keni vetë me roman që e kam lezu, ose më ka lezuaj mu, prej kohë shumë shkurt. Pytat profesorin ka. Nga e roman mësova një gjë se se kam ditë vërtet një jetën time, procesin e kolonizimit me shqiptarët e Malizin, Kosovë, se kishën një gjunë e herë. Ato personazhe i njoh dhe i majnë menje që nga momenti i parë. Por di me thonë një gjë, kështu punë qifrash, që në romanin e tij, profesori ka një kompani personazhesh, 72 emra. Nga këto, 65 burra dhe 7 gra. Ka përmend 66 emra vendesh, nda që ju përmendin po i një mërzit. Pra, i takon që në çdo 3.45% pra, të një faqet kena një personazh të ri. Dhe në çdo 3.7 faqet kemi një emër vendit të ri. Të shi, pa u gjatë për libër, profesor, unë duhet ta mbylli, por si intelektuale njej që t'ju tham një 2 fjalë, vetëm duke i vjedhur titullin e librit Kthimi. Qa kuptoj unë me kthimin sot? Me kthimin sot unë kuptoj. Kthimi nga mërgimi në vendlinje, që ka fillu edhe këtu në Michigan. Kthimi i emrave nga Viç në fund në shqiptar. Flas për shqiptarët që i kanë. Kthimi i gjuhës fëmijëve nga hujnë shqip. Shumë njerëz kam dëgjuar këtu, nuk din djali i vajza shqip se ka le këtu. Jo për belunin, po kam i mes edhe pak mush 3 vjeç, edhe tana fjalë vetëm shqip. Pra si flet baba nana në shtëpi, prandaj thon gjuha nënës. Thirrje jo baj, si shqiptar. Kthimi një fenomen, dikush do të drejkoj nga gra. Kthimi i mbiemrit të grave kur martohen në mbiemrin e fisit kur shkojnë. Kanë fillu gratë që cigen me marras mbiemrin e burrit. Qitë kunor kishe xhami, thot, do të baj deken me ty, thot, po mbiemrin që du si ti. Mund duket me e pas, mirash. Kthimin fenë të parve, jo ma prel edhe Hasani, edhe Zef, edhe Turkaj. Kthimi i emra shqiptarët fëmijëve që lindin këtu në mërgim. S'pa lëm emrin amerikan, emrin qënç, po e me fëmijëve zvem emra shqiptarë. Kush dojtë kam i libra, ka potuj profesor Shqipëri, 3200 emra i lira shqiptarë. Pra nga emi është pasaporta parë se nga je, e qa ke në gjak. Kthimi i simbolëve do të lidhe me emisione mrapshëm, i brezëve 3, të qiftelia, lahuta, kostumi kombëtar, nga trevat nga vim. Kthimi tek flamuri kombëtar,
Mora ta kena në shtëpi, që nuk jena në Serbi që nuk na lekush, jena në Amerikë, ta kena në shtëpi, ta kena në makinë, ta kena në veshjet tona, kur hapën dyqanin, kur hapën një store, aty ta kena flemuar shqiptar për grahtit madhe që na ka prit këtu. Tjetër e fundit fare, kthimi i pleshve nga azili. Ma besoni vëllezër e motra, para 2 vjeç më lajmëroi njëri për një person që kishte vdek. Po pyetëm ku vdiq. Tha me 9 fëmijë, tha 3 muaj përpara se me vdek kanë çuar në azil pleshve. Jo, i thash, nuk jam të shkuta i personi, i thash se pas bab. Të dashur televizionist të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është kënaqësi që pas këtij eventi bëjmë një bisedë të shkurtër me autorin Francama, megjithatë Frani vetë përmendi pak a shumë origjinën e subjektit të këtij romani. Por unë patakot të hidhja një vështrim vertikalist, si që thonë, edhe zbulova shpejt e shpejt disa gjëra me interes. Në këtë rast, subjekti i romanit bën fjalë për një shqiptar nga Mali i Zi që shkon po në toka shqiptare, por në Kosovë. Unë di nga krau tjetër që në trojet e Malit të Zi janë vendosur më vonë, jo në këtë periudhë kohore, refugjat kolonist nga Bosnia. Problemi është i njëjtë, nacionaliteti është i ndryshëm. Që kjo ngjarje shtrihet qysh para 22 vjetërore. Politika shoveniste serbe ka qenë që shqiptarët të dëgojnë nga vendi, nga Kosova, dhe ato toka edhe shtëpitë e tyre të kolonizojnë me Malazes e Sërbë. Po mirë, nuk e dinin këta Sërbë, a Malazes që Marku ishte shqiptar, që vindi nga Malizi, se kjo është histori i veçantë. Marku po, por ato e tradhtojnë. E tradhtojnë, i vinë misionarë, duke i premtuar se atje japin faljas, toke, shtëpi, shtetit. E kuptoj, pra të shtetit, që nuk ishte vetëm me person. Edhe kanë shkua dhe tjerë. Edhe tjerë kanë shkua, por ky, kur shkon atje, zgënjehet se shef, se nuk është toka e shtetit, por toka e një fshatarit shqiptar, i cili ka qenë i detyruar të lëshoj shpinë dhe tokën dhe dalë në komit. Edhe sa mërveshaj, është i vendosun edhe kthehet. Jo, ky është subjekti i këtij romani, dhe kjo është vlera e këtij romani, sepse unë do desha ta shih nga pikpamja kombëtare, jo vetëm nga pikpamja, se kjo është edhe si nga pikpamja, nuk shkoj ti se tokën tjetri. Po t'ishte Malazeza se Sërba në Kosovë, ky mund shkonte të rrinte. Po, sigurisht kanë shkuar shumë. Kanë shkuar shumë Malazez në Kosovë. Me 41-shin, jam mundu të përshkruaj edhe ata, në 1941, kur bashkohen trojet shqiptare në kohën e fasizmit, bashkohen, atëri marrin pushtetin dorë shqiptarët, edhe i dëbojnë. I dëbojnë sërt e Malazes, por jo shqiptarë. Do më thënë, kjo dukuri është specifike për këtë personazh apo ka qenë dukuri më gjërë? Më gjërë, Sërbë e Malazes kanë shkuar në mija. Kanë shkuar, kur ta lexoni romanin do të shihni se kanë shkuar 54.000. Kanë shkuar 30 shumica kanë qenë prej Sërbijët e Malit Zi. Aty kanë dominuar, po ka pas edhe Bosnia, Kroat pak, ata që janë sot Kroat, atëherë kanë ardhur. Është Vitia, janë Kroat. Sloven ka pas shumë pak, se ajo ka qenë mbretëni Jugoslave. E ai kolonizim vazhdon deri përsëri kur Italia humb luftën edhe këtë, atëherë përsëri pushtetin e merr Serbia në Kosovë. Po, gjatë kohës komunizmit ka vazhdu kjo tendencë? Ka vazhduar përsëri.
Kohë pas kohët, në kohën e Rankovicit posaçërisht. U bën përpjekje edhe në kohën e Miloševićit. Ai ndërtuan në prunë refugjat nga Shqipëria, të ikun vrakaçore i quhen Deçan. Ka të pas ndërtuar nga vraka nga Shqipëria, bile vinin me taksi, me autobusa, një periudhë kohë në 91-shin. Edhe kërë, por atër u këthyen kur ndryshoi situata, kur zhvirua Kosova. Kjo është një periudhë gjithmonë ka vazhduar ai dominimi, përpjekja e serbëve me kolonizua Kosovën. Ka pas një deklarat Shesheli, ne do t'i të bojmë gjithë përveç një 20.000 lojal. 20.000 shqiptar lojal. Ato janë prej Erdelanovićit e prej ajo kanë politikë shtetnore e Akademisë Shkencave, nuk ka qenë. Por një gjë interesante këtu, Kopertina, vështirë ta kuptoj. Kopertina është Xhelo Zhokaj, piktori njoftun. E pas. E ka Gurbeti. Gurbeti, Gurbeti titullohet. Po e shifja se piktur moderniste dhe po nuk po ja gje do të kuptimin, pastaj u thellova. Gati gjitha romanet e mia, Kopertinën e kam marrë prej Xheloshit. Piktori njoftun e mi. Unë desha disa detaje të laboratorit tuaj krijues të mënyrës se si i mdoni dhe krijoni subjektet, sepse një pjesë u fol nga të pranishmit edhe ju shpjeguat edhe origjinën edhe prototipin e këtij romani. Ju uroj suksese edhe me vepra tjera, pasi keni botë, po paçi fuqi edhe mundësi për të shkruar më tej. Shumë faleminderit ju personalisht edhe televizionit tuaj. Unë kam qenë disa herë mysafiri televizionit tuaj, u dëshiroj sukses në misionin tuaj të çajt. Se televizionet shqiptare në Amerikë kudo kanë një mision të çajt për ruajtjen e identitetit kombëtar. Aq sa të jetë mundur, megjithëse që nuk kam shumë shpresë. Në Amerikë është këta kanë një teori e quajnë melting pot, domethënë kazani shkrirës, i shkrin gjithë identitetet. Për shembull, i kem 30 milion italianë që e kanë humbur krejt. Kanë humbur, thotë, e di që gjyshi im ka qenë nga Italia, por kaq më. Po, edhe nuk din sot kur që na sa të ekzistojnë këto lidhje diçka e shtojnë, por jo frigohem se jo shumë gjatë. Megjithatë ne do bëjmë të pamundur që të jetë sa më gjatë. Ju bani si televizion, që nuk shoh tjetër mundësi përveç televizionet. E për të jetuar, për të ruajtur kulturën, vlerat kulturore, vlerat anëtare. Edhe një herë ju faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirat edhe veprat të tjera.